Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë, por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vën vula sendeve të ndryshme, por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij. Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur Gjon, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë e besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.